Një humbje e thellë ka tronditur sot familjen e këngëtarës së njohur, Shkurte Gashi. Babai i saj, Ramadan Gashi, ka ndruar jetë duke lënë pas një boshllëk të madh në zemrat e familjarëve dhe të gjithë atyre që e donin. Qëndroni deri në fund të videos për të mësuar çdo detaj të këtij momenti të dhimbshëm dhe për të ndarë ngushëllimet me familjen. Lajmin e bëri të ditur bashkëshorti i Shkurtës, Albert Limani, përmes një postimi prekës në Instagram. Ai ndau një fotografi të tij krah vjerrit të ndjerë dhe shkroi ngushëllime të sinqerta për këtë humbje të madhe. Kujtimi i tij do të jetojë gjithmonë në zemrat tona. Zoti në xhenet, Ramadan Gashi e mbylli dedikimin e tij me një lutje Alberti. Këngëtarja ende nuk ka bërë ndonjë reagim publik, por miqt, familjarët dhe fansat e saj po ndajnë dhimbjen dhe ngushëllimet e tyre në rrjetet sociale. Ky është një moment shumë i vështirë për Shkurtën dhe për të gjithë familjen e saj që po përballen me humbjen e një figure kaq të dashur dhe të respektuar në jetën e tyre. Stafi ynë i shpreh ngushëllime të sinqerta familjes Gashi. Në këto momente dhimbjeje, çdo mesazh juaj, çdo ngushëllim mund të jetë një mbështetje e madhe. Klikoni like dhe abonohuni për të qëndruar të informuar për të gjitha lajmet më të fundit rreth Shkurtës dhe familjes së saj.